Me rastin e 19 vjetorit të ndarjes nga jeta sot u përkujtua heroi i kombit Gafur Zendeli. Familjar, miq, bashkëveprimtar dhe qytetar të tjerë bën homazhe pranëve në prekjes së tij në fshatin Llapkidol të Kraqovës, duke nderuar jetën dhe veprën e njërit prej figurave më të shquara të çështjes kombëtare. Fillimisht të pranishmit i përshëndeti nipi i Gafurit Alem Zendeli, i cili falenderoi për pjesëmarrjen e tyre në çdo përvjetor. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit për pjesëmarrjen, faleminderit që çdo vit na bashkohej për ta përkujtuar xhaxhin ton, familjarin, bashkëluftarin, e gjithë juve, e gjithë neve. Më pas një minutë heshtje në nder të jetës dhe veprimtarisë së Gafur Zendelit kërkoi Kerim Halili. Nderuara familje Gafur Zendelit, të nderuar bashkëveprimtar, bashkëluftar të herojt të heshtur, Gafur Zendelit, ne sot jemi mbledhur këtu për të përkujtuar rënjen tragjike para 19 viteve, për të respektuar veprimtarinë, punën kombëtare të Gafurit. Prandaj, për të nderuar veprën heroike kombëtare të Gafur Zendelit, ju kisha lutur për një minutë heshtje. Lavdi! Ndërsa vajza e Gafurit Alba Zendeli mes emocionesh foli për mungesën e momenteve të papërjetuara me babain e saj, teksa falenderoi nënën e saj për kujdesin e vazhdueshëm. Ajo po ashtu falenderoi të gjithë të pranishmit për pjesëmarrjen në çdo përvjetor përkujtimor për babain e saj. Të nderuar familjar, miq, bashkëluftëtar dhe dashamir. Sot bëhen 19 vite nga ndarja e babait ton Gafur Zendeli. Për shumë prej jush ai ishte mik, bashkëluftëtar dhe njeri i respektuar, por për ne ishte më shumë se kaq, ishte babai ynë. Njeriu që nuk pati mundësinë të na shoh duke u rritur, por që vazhdon të jetojë në çdo kujtim, në çdo tregim dhe në respektin me të cilin përmendet emri i tij edhe sot. Unë sapo mbusha 20 vjet dhe për shumë kohë mendoja se kjo ishte mosha kur njeriu bëhet i rritur, kur fillon ta kuptojë jetën dhe vendin e vet në të. Por sa më shumë rritem, aq më shumë e kuptoj se ka disa boshllëqe që nuk i mbush dot as koha dhe as vitet. Ndoshta pengu që do ta mbaj gjithmonë në zemër është fakti që nuk pata mundësinë ta njoh baban tim. Nuk pata mundësinë të krijoj kujtime me të dëgjoj zërin e tij, këshillat e tij apo t'i tregoj për ëndrat e mia. E megjithatë, në një mënyrë të çuditshme, ai ka qenë gjithmonë pjesë e jetës time. Ka net kur e gjej veten duke ndërruar një jetë që nuk e kam jetuar kurrë. Një shtëpi ku jemi të gjithë bashk, një tavolinë rreth së cilës jemi mbledhur si familje. Një baba që na dëgjon, na buzëqesh dhe na shet duke u rritur. Dhe sa herë zgjohem nga ato ëndra, e kuptoj se nuk më mungon vetëm një njeri, por më mungojnë të gjitha momentet që mund t'i kishim jetuar së bashku. E sot, teksa shoh motrat e mia, kuptoj se vitet kanë kaluar më shpejt se sa kemi menduar ndonjëherë. Shqipja ka ndërtuar familjen e saj dhe sot është nënë e 4 fëmijëve, kurse Eriona po ecën me dinjitet drejt ëndrave dhe synimeve të saj. E unë si më e vogla i shoh me admirim dhe kuptoj se dal nga dal secila prej nesh po merr rrugën e vet drejt asaj të panjohur të bukur dhe njëkohësisht të frikshme që na pret të gjithëve në jetë. E nëse sot po flasim për forcën, sakrificën dhe dinjitetin, atëherë nuk mund të mos përmend heroinën e vërtet të jetës son mamin. Shpesh flasim për ata që nuk janë më mes nesh dhe ndonjëherë harrojmë t'i falenderojmë ata që kanë qëndruar pranë nesh çdo ditë. Ajo ishte mburoja që nuk u thye kurrë, edhe kur jeta i solli plagë që nuk shërohen lehtë. U gjende vetëm përballje bote të re, në një vend të panjohur mes njerëzve që sapo kishte filluar t'i njihte, me përgjithësi që do ta kishin rrëzuar shumë kënd. Por ajo nuk u dorëzua. Me dashurinë, sakrificën dhe përkushtimin e saj, na rriti neve dhe mbajti të paprekur nderin, emrin dhe kujtimin e babait ton. Dhe ndoshta sot, pas 19 vitesh, kjo është fitoria më e madhe e jetës së tij. Jo vetëm kujtimi që ka lënë tek miq, bashkëluftëtarët dhe njerëzit që e njohën,
por familja që vazhdon ta doj, ta nderoj dhe të ecë me krenarinë në emrin e tij. E një falënderim i veçantë dua t'ia kushtoj edhe familjes sonë të ngushtë, e cila çdo vit kujdeset që kjo ditë të mos kaloj pa u kujtuar. Faleminderit për përkushtimin, për respektin dhe për dashurinë me të cilën e mbani gjallë kujtimin e babait ton. Faleminderit që pavarësisht kalimit të viteve, vazhdoni të mblidheni dhe të tregoni se dashuria për të mbetet pa që forca dikur. E në fund, dua të shpreh mirënjohjen tonë të thellë për secilin prej jush që është këtu sot. Ju falenderoj që çdo vit gjeni kohë të vini, të ndani kujtimet tuaja dhe të nderoni baban ton me praninë tuaj. Për familjen tonë kjo ka shumë vlerë. Prania juaj na kujton se ai nuk ka jetuar vetëm për familjen e tij, por ka lënë gjurmë edhe në zemrat e shumë njerëzve. Faleminderit që për 19 vite me radhë keni qenë pjesë e këtij kujtimi. Faleminderit që vazhdoni ta mbani gjallë emrin e tij me respekt dhe dashuri. E ndoshta unë nuk pata fatin ta njoh sa duhet, por kam pasur fatin më të madh të jetoj mes njerëzve që nuk e lanë të harroj kurrë. Faleminderit. Gafur Zendeli, veprimtari i orëve të para të lëvizjes për liri, nderroi jetë tragjikisht 19 vite më parë në vitin 2007.